Nike to Shine është aktiviteti ndërkombëtar që gëzoi në Maliq më tepër se 150 persona me aftësi të kufizuara, sindromën Down dhe autizëm. Për pastor Plator Çollakun janë këta persona që kanë nevojë për më tepër vëmendje dhe dinjitet. Është një event botëror që organizohet në 51 shtete të Shteteve të Bashkuara dhe 67 shtete të ndryshme të botës. Edhe duam që të kemi të mirën e qytetit tonë. Dhe jo vetëm kaq, po duam që këta fëmijë të ecin dhe të përparojnë, të vendosim dinjitetin e fëmijës atje ku i takon. Specialistja e fushës thotë se institucionet duhet të bëjnë më tepër për këta persona. Familja e tyre është mbështetja e parë dhe kryesore për rritjen, edukimin, për çdo gjë që këta fëmijë kanë nevojë, por më e rëndësishme për ta do të jetë që të kenë një mbështetje edhe nga organizata të tjera, nga shteti, nga të gjithë ata që mbështesin personat me aftësi të veçanta dhe ndryshe. Prefektja e Korçës, nëna e një fëmije me aftësi ndryshe, pranon që instanca shtetërore duhet të bëjnë shumë më tepër për këta fëmijë dhe familjet e tyre. Është bekimi i jetës time, është mësuesi më i madh shpirtëror, është motivi për të bërë më të mirën time çdo ditë, jo vetëm për fëmijën tim, po për të gjithë ato familje, kalvarjen e gjatë të problemeve, të cilëve e njoh shumë mirë, e njoh nga afër. Dhe lut Zotin që në rolin e prefektes së qarkut të Korçës të më krijohet mundësia e bashkëpunimit dhe koordinimit të punës time me organizata, me institucione, që të gjithë prindrit që janë këtu sonte të mos bëjnë atë pyetje çdo ndodh me fëmijën tanë, ku ne prindrit e këtyre fëmijëve të mos jemi më. Nike to Shine nuk përfundon me fikin e dritave të sallës, por vazhdon çdo ditë në mënyrën se si institucionet zgjedhin të trajtojnë, mbështesin dhe të përfshin ata që kanë më shumë nevojë për vëmendjen e gjithë secilit.